Sipas informacioneve të përditësuara nga Instituti i Gjeoshkencave IGEO dhe Shërbimi Meteorologjik Ushtarak SHMU, gjatë gjithë javës priten rreshje me intensitet të lartë në të gjitha qarqet e vendit, ndërto më e rrezikuar edhe Vlora. Rreshje këto të shoqëruara me shtrëngata, çfarë mund të shkaktojnë më pas përmbytje në qytete si Vlora, në një qytet i cili sa herë që ka rreshje shiu me intensitet të lartë shfaq probleme në shumë segmente rrugore të saj. Frika nga përmbytjet ka bërë që vlonjatët të nxjerrin sërish tek portat hyrëse të bizneseve dhe banesave, thasët. Në 10 banesa dhe biznese në qytet, këtë të hënë janë vënë re me 10 thas prej dheu dhe rëre kryesisht, të cilat kanë qenë të vendosura në portat hyrëse të tyre. Një mas parandaluese kjo e ndërmarr nga qytetarët e Vlorës sa herë që ka rreshje shiu. Kjo mas bëhet për të bllokuar ujërat e bardha të shiut, të cilat pas grumbullimit të tyre në segmentet rrugore përfundojnë në brendësi të banesave dhe bizneseve. Përmbytje të rrugëve që përfundojnë me kalimin e orëve, në përmbytje të vetë shtëpive apo njësive të biznesit, duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Ndërsa shumë qytetarë të tjerë i kanë bërë gati thasët me rërë dhe duke i lënë këto të fundi shumë pranë derës hyrëse të biznesit apo shtëpive të tyre, që në rast se do të ketë prurje të larta të ujrave të shiut, të mundet i vendosin sa më parë në derën hyrëse, duke penguar ujin e shiut të vazhdoj në banesat e tyre. Ndërsa ka edhe nga ata të cilët i kanë paraprirë situatës duke marrë masa, ata kanë ngritur një strukturë prej betoni në hyrje të portës së shtëpive të tyre apo njësive të biznesit. Ministria e Mbrojtjes, nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, u kërkon të gjitha strukturave vendore dhe qendrore të rinë në gatishmëri të marrin masa parandaluese për shmangjen e përmbytjes, të jenë në gatishmëri të plotë për reagim të menjëhershëm, gjithashtu të sigurojnë koordinim të ngushtë ndër institucional për menaxhimin e situatave emergjente.